hapa të vegjël, pa nguti, por të sigurt. Puna e bërë në brendësi të kësaj zyre ka rezultuar me ndihmesën e mira të rinjve duke zhvilluar shkatësitë e tyre për punë. Të njëjtat rezultate janë arritur edhe në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Maltëzi dhe Maqedoni të Veriut nga i njëjti program. Vjetra nga ta janë ndihmuar edhe financiarisht përmes granteve që Caritas Kosova ka shpërndar përmes projektit Your Job Kosova. Në krye të këtij projekti të fazës së dytë është Shqipe Kurti. Kemi 20 biznese të reja të cilat janë themeluar në profile dhe industri të ndryshme, ku dhe 1200 të rinë në Kosovë kanë arritë të marrin shërbime këshillimi, ndërsa janë mbi 200 persona të cilat kanë përfituar punë praktike dhe trajnime profesionale. Qëllimi është të ju jepet mundësi atyre që diferencohen. Dora Caritas Kosovës mundohet t'i arri ata të rinj të cilët janë më të cenushëm, në viset më të thella rurale, po ashtu edhe në qytete të cilat nuk janë në gjendje të mirë socioekonomike. Projekti Your Job është prezent në 8 komuna: Prishtinë, Mitrovicë, Gjakov, Vushtrri, Prizren, Suharek, Ferizaj dhe Viti. Financohet nga ADA Austria, Caritasi Austrisë, ndërsa realizohet nga Caritas Kosova, Shqipëria, Bosna, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Sa i përket Kosovës, kemi përzgjedhur 3 përfitues në 3 komuna të ndryshme, ndërsa e nisi me Mimoza Bregaj nga Gjakova. Unë jam themeluese e një agjencie marketingu, Mimius Creative, e cila i ndihmon bizneset që të rrisin prezencën e tyre online. Me vlerën e grantit 5.000 euro, domethënë e kam blerë një laptop, kam blerë aparat fotografik, kam blerë një tavolinë, karrike dhe një dollap. Pjesë e këtij reportazhi është edhe drejtoresha e arsimit në Prizren, duke shpërfaqur admirimin për këtë bashkëpunim me Caritas Kosovën, pasi mbështetën shumë gra të cilat punuan në kuzhinë të kopshteve e qerdhëve për 5 muaj. Kur I kemi taku në zyren time bashkë me përfaqësuesit e Caritasit, në këtë rast me drejtuesen e projektit, menaxherin e projektit, zonjën Shqipe Kurti, e cila është një mbështetëse e fuqishme në këtë projekt dhe që ka shkëlqyer me rezultate tek të rinjt, do thotë jam një jashtëzakonisht mirë me fjalët e tyne dhe me feedbackun e tyne, cilin e kanë dhënë për mundësinë që ja ka ofruar Caritas Kosova, po dhe ne si drejtori që kemi pas mundësi me bën një marrëveshje bashkëpunimi edhe me shty më tutje. Edi nga Ferizaj është ndër ata që nga fillimi e ka pasur të qartë qëllimin e tij, duke filluar nga plani i biznesit, trajnimet e deri tek marrja e grantit. 2 vite më parë ishte vetë. Bleu disa pajisje ndërsa tash thotë se janë bërë 6 punëtor. Caritasi çdo ditë më shumë o të bën një punë tepër të madhe. Një punë të madhe e konsideroj ku çdo njeri mund të gjetë veten nëse I ka ditë të qarta. Caritasi është një derë e hapur për çdo biznes fillestar që do mu zgjeru. Gjatë trajnimit kam mësuar shumë edhe me persona shumë adekuate dhe profesionalisht. Shkojmë në Mitrovicë, aty ku këta djemë aplikuan në projektin Your Job duke kaluar disa faza. Fillimisht këshilluese, pastaj punë praktik e deri te hapja e biznesit të tyre. Së fundmi, nga punëtoria e tyre kanë depërtuar në Evropë. Ky konstruks është një mbajtës I pijeve. Ky e ka lyp një klient në Gjermani prej Hamburgut. E në pak kohë, ata po I japin edhe një hap tjetër biznesit të tyre si metal punues. Tash një tokë këna marrë, se këto nuk po na del hapësirë, është lokali pak I vogël, po dojna pak mu zgjenu. Tash këna me bo objektin më të madh punëtorisë, ato këna me dalë me punëtori, presë me marrë edhe nai praktikant për Your Jobit. Në këtë reportazh, për shtypjet e tyre, I japin edhe përfitues tjerë nga shtetet të tjera të Ballkanit. E filloj me Bosnjë-Hercegovinën. Moja uloga kao savjetnika za izradu pasoša kompetencija bi bila da osvijestim mlade ljude koje kompetencije oni posjeduju.
možda koji kompetencija nisu ni svjesni, a koje kompetencije bi trebali da ojačaju u budućnosti. U procesu inkubacije sam naučila kako razraditi ideju u poslovni plan, kako osnovati preduzeće i kako predstaviti tu svoju poslovnu ideju potencijalnim partnerima. Poslovna aktivnost mog startupa jeste dubinsko čišćenje. Preko Your Joba sam dobila priliku za pripravnički staž i smatram da mi je to super prilika za dalji napredak i za dalje pronalaženje posla. Trenutno obavljam pripravnički staž u vinariji Hepok, jednoj od najboljih hercegovačkih vinarija. Your Job ka shtrirje edhe në Maqedonin e Veriut. Projektот Your Job mi помогна не само да го отворам студиото, туку ми помогна да стекнам вештини како правилно и успешно да го водам мојот бизнес. Благодарение на Your Job ја добив можноста да започнам пракса како веб девелопер во компанијата EON Eden Marketing. Како млада личност која долго време се соочуваше со предизвикот да најде работа, секогаш се надевав дека ќе се појави прилика што ќе ми овозможи да се докажам и конечно да го работам тоа што навистина го сакам. Radën e kam përfituesit nga mali I zi. I zahvaljujem se u projektu Your Job na saradnji, o saradnji bilo mi je fino i naučila sam po neke stvari što nisam ni znala. Zaposlio sam štampari i naučio neke nove stvari. I što sam još uspeo da se, ne znam, jednostavno što se mene tiče iz nekog mog iskustva, drago mi je što sam napokon počeo da radim. Your Job je sjajna prilika ako želite da se pokažete u nekom poslu. Kod nas je u pitanju računovodstveni tehničar. Radën e kanë 3 gra nga Shqipëria. Doja të mësohesha dhe të punësohesha si graphic design. Ky kurs më ndihmoi shumë që të rritesha profesionalisht dhe të punësohesha direkt mbas mbarimit të trajnimit. Jeta ime ndryshoi totalisht pasi arrita të bëja profesionin që doja. Në momentin e parë që u njoha me projektin, ja u prezantova dhe studentëve të mi, duke sfikatur ty nga studentët, I ofrova atyre të vinin pranë klinikës time për të ndjekur këtë internship. Sot vajzat janë pjesë e stafit të klinikës me kohë të plotë. Ideja ime e biznesit ishte për të hapur një dyqan lulesh, ku synimi kryesor ishte përgatitja e buqetave dhe kompozimeve të ndryshme me lule. Kemi ardhur në fund të këtij reportazhi dhe tani sjellim tregime suksesi edhe nga Serbia. Posle završenog kursa dobio sam motivaciju da odmah I registrujem svoje malo preduzeće I evo sad sam počeo da prodajem garderobu. Nakon završetka fakulteta nisam uspela da nađem adekvatno zaposlenje. Završila sam visoku medicinsku školu, par godina sam bila nezaposlena, onda sam čula za projekat Caritasa I odlučila sam da se prijavim I da pokušam. Your Job është më shumë se një projekt. Është një zinxhir suksesi që po transformon jetën e të rinjve në gjithë Ballkanin. Nga Gjakova në Mitrovic e Prizren, pastaj në Podgoric, Sarajevo e Shkup, Tiranë dhe Beograd. Vjetra histori tregojnë të njëjtin mesazh. Mbështetja e duhur sjell pavarësi, dinjitet dhe zhvillim. Me përfundimin e kësaj faze, Caritas Kosova dhe partnerët e saj po vendosin themeljet për një gjeneratë të aftë, të punësueshme dhe të gatshme të ndërtojë të ardhmen në vendin e vet. Ky është ndikim real I Your Job, krijimi I mundësive që ndryshojnë jetë.